Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tonë në YouTube Mëso Anglisht. Tema e sotme ka të bëjë me formulimin e fjalive në gjuhën angleze. Siç mund të imagjinoni, çdo gjuhë është unike në veten e saj dhe me gjithë përngjasimeve që mund të ketë logjika e shqipes me atë të anglishtes, ato i kanë dallimet e tyre. Ne sot do të shpjegojmë se si native speakers apo folësit vendas të gjuhës angleze i radhisin fjalët në fjali. Mirë po, para se të fillojmë, duhet të këshilloj që nëse ju jeni fillestar në gjuhën angleze, atëherë gjatë të folurit, ju duhet të përdorni metodën keep it simple. Pra, përdorni fjalë të vogla në fillim, e të thjeshta dhe fjali të shkurtra, e jo fjalë të gjata dhe komplekse, sepse kjo do të vështirësoj të folurit tuaj dhe do të jetë pengesë në avancimin tuaj. Pra, filloni me gjëra bazike, dhe me kohën, hap pas hapi, apo step by step, ju do të ngriteni në shkallët e perfekcionimit të anglishtes tuaj, apo në shkallët e perfekcionimit tuaj të anglishtes. Ndërsa, nëse ju tashmë e keni kaluar këtë fazë, atëherë qëllimi i kësaj videoje është që t'u mësoj juve se si të mendoni në anglisht. Nëse arrini ta bëni këtë, ju do të jeni në gjendje të flisni rrjedhshëm dhe në mënyrë automatike, pra pa pasur nevojë të mendoni një herë në shqip, pastaj ta përktheni atë në anglisht. Kjo është e para, ndërsa e dyta, me kuptimin mirë të kësaj teme, gjatë bisedës ju do të mund të parashikoni informacionin e ardhshëm të bashkëbiseduesit, sepse ju veç e dini cilat informacione shtesë mund të vinë, bazuar në strukturën e fjalive në gjuhën angleze. Pra, do të përmirësohet edhe shkallësia juaj e dëgjimit. Të fillojmë pra me shtjellimin e temës. Struktura e fjalisë. Struktura e përgjithshme e elementeve të ndryshme të fjalive në anglisht bëhet kështu: who, what, where, when, how and why. Pra, gjatë formulimit të fjalive në anglisht, radhitjen e bëjmë në këtë mënyrë: kush, çfarë, ku, kur, si dhe pse. Zakonisht fjalit fillojnë me who, i cili është subjekti apo kryefjala, e përcjellur me what, i cili është një folje. Pra, John called, ose the bus returned, autobusi u rikthye. Siç e shikoni, subjekti mund të jetë një person ose një send. Disa folje kanë nevojë për kundrin, e cila është element i what. Pra, folja vjen me kundrinën, të cilat së bashku janë pjesë të elementit what. Gjatë përdorimit në fjali, ne duhet të mbajmë foljen dhe kundrinën së bashku. Pra, siç e kemi në shembuj në vijim, pra në foljet me kundrinë direkte këtu, John ate breakfast. Johnny hëngri mëngjes. Do të kemi kujdes që mes foljes dhe kundrinës të mos fusim për shembull të themi elementin where apo when, how e tjerë. Pra në mes këtyre dyave të mos fusim diçka tjetër. Dhe shembulli tjetër, the bus hit the tree. Autobusi goditi pemën. Ndërsa disa folje marrin kundrinë indirekte, pra për shembull John spoke to Julie, apo the bus collided with the tree. Autobusi u përplas me pemën. Pra, siç e shikoni, e kemi elementin who, pastaj elementin what, i cili është një folje e shoqëruar me një kundrinë. Pas elementeve bazike, pra who dhe what, ne i shtojmë elemente tjera me këtë renditje: where, when, how dhe why. Vini re, në mënyrë që të jetë më lehtë kuptimi i kësaj teme për ju, i kam bërë elementet në ngjyra të caktuara, pra përcjellni ngjyrën dhe sidomos për ata që mësojnë në mënyrë vizuale, pra mënyrë të shkrimit, kjo do t'ua lehtësoj punën shumë. Për shembull, fjali tjetër,
pak më zgjatër me elemente shtesë, e kemi John called. John I thiri. When, earlier, më herët, why, to cancel his appointment, për të anulluar takimin e tij. Pra, kjo është mënyra se si e formulojmë fjalin. Pas who and what, ne kemi shtuar elementin when, pastaj elementin why. Në shembullin tjetër, John ate breakfast. Where? On the train. When? This morning. Why? Because he was late. Johni hëngri mëngjes në tren këtë mëngjes, sepse ai ishte vonë. Shembull tjetër, the bus returned to the station to drop off the passengers. Autobusi u kthye në stacion për t'i zbritur udhëtarët. Dhe shembull tjetër, the bus hit the tree. How? With great force. The bus hit the tree with great force. Pra autobusi goditi pemën me një fuqi të madhe. Nëse njëra prej këtyre elementeve përbëhet nga pjesë të ndryshme, pra kemi më shumë se një element të where, when, how ose why, gjatë renditjes apo gjatë radhitjes, ne shkojmë prej të voglës nga e madhja. Për shembull, këtu kemi elemente të ndryshme të when. The conference started at 10 a.m. on Tuesday last week. Konferenca filloi në orat 10 në mëngjes të martën javën e kaluar. Pra, ora, dita, java. Prej të voglës nga e madhja. Këtu kemi elementet të ndryshme të where. Për shembull, they live in a flat in a big city in Turkey. Ata jetojnë në një apartament në një qytet të madh në Turqi. Pra, apartament, qytet, vend. Prej të voglës nga e madhja. Kemi raste të veçanta kur ju mund të dëgjoni një fjali të fillojë me diçka tjetër përveç who. Kjo ndodh nëse duam të vëmë theksin mbi të dhe mos harroni edhe zëri juaj apo intonacioni duhet ta theksoj këtë po ashtu. Në formën e shkruar, ju duhet të ndani atë element me presje. Pra, të fillojmë duke e marrë where në fillim të fjalisë. Shembulli i kaluar ishte John ate breakfast on the train this morning. Duhet pasur kujdes që nëse fillojmë fjalin me një element tjetër përveç who, atëherë ne duhet të kemi një arsye për ta bërë këtë. Ose së paku ne duhet të bëjmë një lloj krahasimi të një gjendje të caktuar. Për shembull, nëse themi on the train John ate breakfast this morning, kjo tingëllon jo natyrale, sepse nuk kemi treguar ndonjë arsye të veçantë se pse të fillojmë me elementin where. Ndërsa nëse themi për shembull on the train John was fine, but at the office he felt sick, atëherë kjo tingëllon në rregull. Në tren Johni ishte mirë po në zyre ai u ndjej sëmur. Pra së paku kemi bërë një krahasim dhe kemi një arsye për të vërë theksin në elementin where këtu. When në fillim të fjalisë, shembulli i kaluar John called earlier to cancel his appointment. Pra, nëse themi earlier John called to cancel his appointment, kjo tingëllon jo natyrale. Mirë po, nëse themi earlier John felt sick, but now he is all right. Më herët Johni ndjej sëmurë, po tani ai është mirë, atëherë kjo është në rregull, edhe pse kemi filluar me elementin when, sepse kemi bërë një lloj theksimi të gjendjes së tij të mëhershme me atë të tanishme. Shembull tjetër, duke e përdorur how në fillim të fjalisë,
The bus hit the tree with great force. Ishte shembulli I kaluar. With great force, the bus hit the tree. Edhe kjo është jo natyrale dhe pra e gabuar. Një formulim I drejtë do të ishte nëse e shndrojmë këtë në një lloj tregimi, për shembull, the bus swerved and with great force hit the tree. Autobusi devijoi nga rruga pra dhe me një fuqi të madhe e goditi pemën. Pra, kjo është në rregull. Shembull tjetër, why në fillim të fjalisë, the bus returned to the station to drop off the passengers. To drop off the passengers, the bus returned to the station, tingëllon. Jo natyrale dhe pra e gabuar, mirë po nëse themi to drop off the passengers safely, për t'i zbritur udhëtarët pa rrezik, pra në mënyrë të sigurt, nëse bëjmë këtë lloj theksimi të elementit why, the bus returned to the station, autobusi u kthye në stacion, pra për t'i zbritur udhëtarët në mënyrë të sigurt, atëherë kjo është në rregull. Gabime të zakonshme. E para, ndarja e hu nga folja dhe anasjellës. Shembull, we 2 years ago bought this car. Ne 2 vite më herët e kemi bler këtë vetur, pra siç e shikoni kemi bërë ndarjen e elementit who me elementin what. Pra kemi futur në mes elementin when dhe kjo është gabim. Formulimi I drejtë është we bought this car 2 years ago. Pra who, what, and when. Shembulli tjetër, Sam ate slowly his meal. Pra, siç e shikoni, këtu e kemi ndar elementin what duke futur brenda elementin how. Formulimi I saktë është Sam ate his meal slowly. Sam e hëngri ushqimin e tij ngadalë. E dyta, përzierja e radhitjes së where, when, how, and why. Pra, një shembull, we drove at the weekend to the seaside. Si që shikoni, pas elementit what, ne kemi përdor elementin when, pastaj where. Dhe kjo është gabim, përdorimi I drejtë do të ishte në këtë mënyrë. We drove to the seaside at the weekend. Pra, who, what, where, pastaj when. Shembulli I radhës, he goes by train to work. Pra, edhe këtu e kemi ngaturuar elementin how me where dhe duhet të ndryruar vendet, pra he goes to work by train. Ai shkon në punë me tren. Është përdorimi I drejtë. Shembulli tjetër, they contact everyone because it's easier by phone. Pra, këtu, siç e shikoni, kemi ngaturuar elementin why me elementin how. Përdorimi apo radhitja e drejtë do të jetë they contact everyone by phone because it's easier. Ata e kontaktojnë çdo njërin me telefon sepse është më lehtë. Këtu është pra përfundimi I videos tonë. Nëse arrini të zotëroni këtë temë, you're going to be an English pro. Pra, ju do të bëheni një profesionalist në gjuhën angleze. Kaq për sot, shpresoj t'u ketë pëlqyer.